Tani yjet e rripit duhet të jenë të saktë. Orioni ka 3 yje në rripin e tij, jo 4. Stitch by stitch, stitching it together. Deadline looms, don't you know the client's always right? Even if my fabric choice was perfect, gotta get them all done by tonight. Picky by the colors, too obtrusive. Wait until you see it in the light. I'm sewing them together. A nuk mendon që do të më përshtatej më shumë me disa lëpirëse? E po mendoj... Tumbace? E bëj! Hour by hour, one more change. I'm sewing them together. Take great pains. Fluttershy, you're putting me in a bind. Rainbow Dash, what is on your mind? Oh my gosh, there's simply not much time. Don't forget, Applejack studs must shine. Dressmaking's easy. Every customer's call brings a whole new revision. Have to pick up the pace, still hold to my vision. Kjo është nisje e qenushit të madh, jo të qenushit të vogël. Modën e vjetër franceze, të lutem. Diçka në lidhje me vrapimin. Galloshe! Më shumë tumbace. Jo, janë më shumë se ç'duhet. Më shumë ëmbëlsira. Jo, më pak. Prit, e gjeta. Shirita. Shirita? Fustani i kujt është ky? Me shirita pra? Çfarë? A nuk do të më thuash të ndryshoj diçka? Jo, thjesht dua që fustani im të jetë i hatashëm. Nuk të pëlqen ngjyra? Jo, ngjyra është në rregull, por bëje më të bukur. A nuk të pëlqen forma? Forma është mirë, por bëje të gjithin të duket më i hatashëm. Duhet të jetë rreth 20% më i hatashëm. All we ever want is indecision. All we really like is what we know. Gotta balance style with adherence, making sure we make a good appearance. Even if you simply have to fudge it, make sure that it stays within our budget. Got to overcome intimidation. Remember, it's all in the presentation. Piece by piece, snip by snip, croup, duck, haunch, shoulders, hip, bolt by bolt, primmed and pressed, yard by yard, always stressed, and that's the art of the dress.